Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë me News 24 fundjavë ndaj studion me kolegun Igli Çutra. Igli, mirë se vjen. Faleminderit shumë që të kam në këtë bisedë. Mirëmëngjes. Faleminderit. Sapo jemi njohur me listën që Silvinho e bën publike me 26 lojtarët të play-off, një sfidë që kemi përpara. Komentojmë në fillimisht emrat që kanë qarkulluar, pritshmëritë, ndoshta dhe disa gjëra që kanë dalë përtej pritshmërive dhe çfarë pritet në këtë moment. Jemi 5 ditë larg ndeshjes apo jo? Po, të ende në sfida e madhe, shumë pritur me Polonin, një listë pati risi dhe rikthime, një listë që deri ku pritej rikthimet e Muçit, që u bë kohë që fakt komentohej që do duhet të ishte pjesë e listës, me ngulm nga opinioni sportiv, nga mediat, nga tifozët patjetër. Më pëlqeu shumë rikthimi i Anis Mehmetit, lojtar që kemi shumë në formë në Championshipin anglez, ndërkohë që janë dhe dy futbollistë të rinj që marrin ftesë për të parë, është Stavro Pilo dhe Bujar Plana. Njëri luan në Greqi me AEK, tjetri luan në Poloni, ndoshta edhe njeh më shumë kampionatin polak. Janë të dy mbrojtës. Janë thirrur për të parë, nuk I njohim shumë profilet e tyre. Ja, I kemi edhe në ekran. Po, kjo është lista pra repart për repart, nuk ka pse të komportos ndonjë diçka të veçantë, që sigurisht Tomas Rakoshi do të luajë sfidën me Polonin dhe shpresojmë sfidën e së dielës me njërin prej fituesve të çiftit Ukrainë-Suedi. Ndërkohë që në mbrojtje tham ka dy risi, rikthehet është sërish në listë edhe Elset Hysaj, përse nuk ka minuta me Lazio, pra është një futbollist që nuk gjen hapësira tek Lazio, por provon ta ketë sërish. Problem që nuk ka luajtur për një kohë shumë gjatë? Jo, për çdo futbollist. Për çdo futbollist. Për çdo, për shembull është De Broja, është vetëm I rikthyer vetëm pak minuta, pak ndeshje më parë, pak minuta ka luajtur në ndeshjet e fundit me Burnley. Mendon që mund të ishin emra të tjerë në vend të tyre? Jo, unë këto prisja. Pra, edhe me ardhen e Mehmetit jam shumë I kënaqur që kemi pak në futbollistët më në formë, po themi aktualisht. Dhe rikthimi I Muçit është një lajm, mund ta quajmë kështu lajm mbi lajm, sepse ai ka qenë në pritshmëri, por është I vonuar. Shumë I vonuar, nuk e di se pse. Pse I vonuar? Silvinho ka konferencën vetëm pas pak minutash dhe besoj te pyetja kryesore në konferencë, sepse një futbollist që është më I miri në momentin në shqiptarët që luajnë kudo në botë, nuk ka qenë pjesë e gjithë rrugtimit tonë në fushatën kualifikuese të botrorit. Okej, Shqipëria doli të pjesë e play-offit, por kjo nuk justifikon në asnjë mënyrë faktin që lojtari më të mirë nuk e thret. Pra çdo alibi e mushme si ne po arrim të marrim rezultate, Shqipëria është në play-off, nuk na duhet Muçi se kemi skem mbrojtëse, Muçi nuk thet prapa, të gjitha janë alibi. Pra, kushdo që kupton pak nga loja e futbollit, e kupton që Muçi është lojtari më I mirë I momentit. Dhe ti si kombëtare, nuk je kombëtare madhe, e për të parë në play-off në botrori, nuk e ke luksin që lojtari më të mirë mos ta kesh as në grumbullim, nuk po flasim për formacion. Pra është momenti që Muçi të jetë patëm pjesë e grumbullimit. Dyshoj prapë duhet apo jo në Varshavë nga një ndeshje e parë. Sigurisht, një futbollist që nuk ka qenë pjesë e projektit në kokën e Silvios, ky futbollist nuk ka qenë pjesë e projektit. Çfarë po ndodh Igli me këtë emër? Kjo është pyetja kryesore me Igi, që do të bëj Silvios. Kush është bërë edhe tjetër kanë përshtypjen. Ai ka një qasje që mund ta adresojë. Ai shikoi me faktin që ka marrë rezultate me kombëtaren ton. Ai tani ka dalë, po themi, dhe kjo është ajo që I mbyll gojën skeptikëve, thotë që shikoj, un jam këtu ku jam me këto futbollist. Pra ai beson shumë, është fanatik I asaj një ndeshje që starton thuajse në të gjitha sfidat. Statike. Pra tjetër. Por në krahun tjetër ti nuk mund të lesh jashtë futbollistin që është duke bërë buj në Turqi me Trabzonspor, një lojtar që shënon rregullisht, një futbollist që është shumë elegant, është shumë në formë. Pra ti lojtarët në formë nuk e ke luksin ti marrësh jashtë. Pra, unë shpresoja shumë ta kisha përpara Muçin, por më mirë vonë sa kur. Sigurisht sot pres një përgjigje sepse e mori sot Muçin apo dhe Mehmetin, po ndalemi ke Muçi që është lojtari po themi më në formë. Po, më konsoliduar. Po. Cila ishte arsyeja që ti nuk e ke thirrur gjithë kohë? Pra në rast se ai thotë që un kam marrë rezultate, ndoshta dikush mund të dalë të thotë se shikoj me Muçin ti mund të kishe fituar ndeshjet edhe më lehtë. Fjala që bie, po supozoj. Patjetër. Pra pse lojtari më mirë nuk është pjesë e ekipit? Ne nuk kemi as Italia, as Anglia, as Brazili. A nuk kemi luksin që të lëmë jashtë lojtarë shumë të mirë. Po sigurisht, pra ky është më I miri. Është njësoj sikur bënim ato dikur në gjimnaz olimpiadat e matematikës, vinte mësuese kujdestare, thotë zgjidhte atë me mik. 3-4, jo, 3-4 më të mirë, ti nuk ishe, po, pikërisht, ti ishe më e mira e klasës, nuk ishe në olimpiadë, po do ishin 3 tjerë, që janë ato të mirë. Po më I miri nuk ka mundësi mos jetë pjesë e olimpiadës. Pra është njëti vlen e njëjta gjë për Mehmetin? Po, deri diku po. Edhe ai është në formë shumë të mirë, të luash në Championshipin anglez, është gati barabartë edhe me Premier League-ën. Futbolli është shumë atletik, ka shumë intensitet, po themi, kështu që ishte e vonuar dhe rikthimi I Mehmetit, po më mirë vonë se kur. Pra mos ta kritikojmë Silvion edhe kur bën një mea culpa. Se në gjykimin tim ky është një mea culpa që ai bën. Dhe tu kërkoj ndjesë ndaj opinionit publik, sportiv, që e ka vonuar kaq shumë marrë lojtarëve që janë dukshëm nivel më të mirë se tjerët. Pra këtu nuk ka nevojë të bëjmë debat, është Hysaj më mirë apo Balliu, duhet luaj Broja nga minuta e parë apo dikush tjetër. Këtu jemi para është e kristalt gjëja, pra shumë e qartë fakti që ti lojtari më të mirë nuk e ke pjesë formacionit.
Rrezit e reja të kësaj 26-shëm? Janë dy mbrojtësit që thash, dy pra mbrojtësit, po, mund të komentojmë pak ata? Jemi për t'i parë. Njëri luan me AEK-un Pilo, tjetri luan në Poloni, po unë besoj që janë futbollistë të rinj, nuk besoj do të kenë hapësirë me Poloninë. Cilat janë pritshmëritë që mund ndërtohet në bazë të lojtarëve të rinj? Ndonjëherë pritshmëritë dalin për te, janë dhe pozitive, zhgënjim pozitiv. Besoj që nuk është momenti që Silvinjo të bëjë eksperimente në formacion, sepse është faza kulminante e fushatës kualifikuese. Jemi në play-off, Megi, jemi vetëm 2 stepe larg, po themi, realizimit të një ëndre për gjithë shqiptarinë anë mban të marrin pjesë në një botror, do të jetë shumë e vështirë sfida në Varshavën e Polonisë, nga që tepër dhe ajo në rast se do të kualifikohemi me Ukrainën apo me Suedin, me çdo qoftë. Patjetër. Kështu që besoj se Silvinjo do t'i qëndroj strikt asaj 11 atij formacioni me futbollistë që kanë eksperiencë, që kanë luajtur më parë. Nuk bëhet se do ketë përfshirje në formacion apo në vazhdim gjatë ndeshjes të lojtarëve që nuk kanë veshur më herët fanellën e ekipit kombëtar. A kemi një ngjyrim për mënyrën se si do përfaqësohet kombëtarja jonë në ndeshjen që është pas 5 ditësh? Gjithçka që është analizuar, pritshmëritë, mënyra se si kanë luajtur deri tani dhe që kanë ndërtuar ndoshta atë profilin se cili mund të jetë rezultati, do të pyes patjetër për rezultatin, nëse mund na i thuash edhe pastaj do bëjmë ato parashikimet. Po, jo, përveç rezultatit, ne jemi në fazën që do duhet këtë sfidë ta luajmë me mendje dhe me zemër. Jemi para faktit që ne do duhet jemi të qartë, konkret për limitet tona. Polonia vjen si favoritin të sfidë Megi, por ma jep rezultatin se do kalojmë te Partia e Lirisë, ka një deklaratë. Unë mendoj që Shqipëria, dëshira është që të fitojmë, por do të jetë një sfidë e vështirë, besoj do të shkojë për te 90 minutave kjo sfidë. Për te 90 minutave. Po rezultati? Urojmë që të shkojmë neve të dielën në play-off, në finalen e play-offit. Po, do të ndjekim Partinë e Lirisë në këtë moment, kemi një deklaratë për shtyp. Jemi në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë Igli, kemi pasur shumë zhvillime politike sot, është Asambleja e Partisë Socialiste, Partia e Lirisë, deklarata të ndryshme që kanë qarkulluar. Edhe sporti duhesh tani. Edhe sporti duhesh tani. Pas pak është deklarata e Silvinjos. Është konferenca zyrtare e Silvinjos, ku do të prezantojë edhe një herë listën dhe do t'i përgjigjet pyetjeve të gazetarëve lidhur me pikërisht me grumbullimet që ka bërë për to 26 futbollistë, ku besoj Muçi do të mbajë vëmendjen kryesore. Sporti është politik më vete Igli, nuk e di nëse ti e shikon kështu, po edhe me këtë të Muçit mund ta cilësojmë si një politik më vete. Patjetër, po politika do të vijë shumë shpejt ke sporti, në rast se Shqipëria bëhet pjesë e kampionatit botror, atëherë do të jetë politika që do t'i bashkohet sportit. Urojmë shumë që të ndryshojnë portat, të ndryshojnë karet. Po mira, kemi pritshmëri në këtë koncept që Shqipëria të jetë pjesë e botërorit? Urojmë që po. Por timi realist. Por ne është si një ëndër, ëh? Është një ëndër, por Polonia është fatë favorite se Polonia është mësuar me të tilla ndeshje. Ka marrë pjesë më herët kampionatit botror, ka lojtarë shumë kualitativ dhe është një skuadër që luan në shtëpi Megi. E ka presionin, pra nëse do marrim anët negative, është fakti që ato luajnë në shtëpi, para publikut të tyre, pritshmëritë i kanë ata më të larta se ne. Pra për Poloninë të mos marrë pjesë në botror duke eliminuar nga një ekip si Shqipëria, është një disfat. Është cilësuar si një tragjedi nëse Polonia nuk shkon në botror dhe eliminohet nga Shqipëria. Por ne është një ëndër. Faleminderit shumë për këtë koment të shkurtër në studio, por shumë nevojshëm në këtë moment. Ndjekim Partinë e Lirisë, deklaratë